Në një atmosferë solemne është inauguruar ambulanca Vivamet, një qendër moderne mjekësisë familjare e dedikuar për ofrimin e kujdesit shëndetësor cilësor për pacientët të gjitha grup moshave. Ambulanca udhëhiqet nga doktor Dafinka Krajčevska-Stojanovska, specialiste mjekësisë familjare, e cila disponon me 16 vite përvojë profesionale në fushën e pediatrisë dhe mjekësisë familjare. Me profesionalizmin, përkushtimin dhe përvojën e saj, ajo synon të ofrojë kujdes të vazhdueshëm dhe cilësor për çdo pacient. Me moton shëndet për të gjithë familjen, Vivamet është krijuar si ambient i ngrohtë, miqësor dhe i sigurt, ku shëndeti dhe mirëqenia e pacientit janë prioritet. Në këtë qendër ofrohen një gamë e gjerë shërbimesh, përfshirë kontrolle mjekësore për fëmijë dhe të rritur, diagnostikim dhe këshillim mjekësor, ndjekje të sëmundjeve kronike, monitorim të rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve, këshillim për vaksinim, si dhe programe parandaluese për promovimin e shëndetit. Hapja e Vivamet përfaqëson një shtesë të rëndësishme për shërbime shëndetësore, duke u ofruar qytetarëve një qendër moderne ku profesionalizmi, besimi dhe kujdesi ndaj pacientit janë në radhë të parë. Ambulanca Vivamet gjendet në hyrje të lagjes Tullana.